Excellencies, distinguished colleagues, dear friends, it's a great pleasure to welcome you all Është to një kënaqësi shumë e Tirana madhe for që the t'ju uroj meeting mirëseardhjen of këtu në Tiranë për Foreign takimin e Affairs ministrave të punëve të jashtme të programit a procesit bashkëpunimit të Evropës Juglindore. Sot shënjon një moment të rëndësishëm duke qenë se përmbyllim në mënyrë formale kryesimin e Shqipërisë të SECP-s për periudhën qershor 2024 korrik 2025. Përpara se sa të nisim diskutimet tona thelbësore me lejonin që të vijoj me formalitetet me miratimin e rendit të ditës. A mund të konsideroj që agenda e qarkulluar është e miratuar? Ju falemderit shumë. Agenda është miratuar tashmë, le të vijojmë me seancën plenare. Kam kënaqësinë t'i jap fjalën folësve tanë, duke nisur nga vetja si mikpritësi dhe pastaj do të vazhdoj me rendin alfabetik të kryeqyteteve duke marrë parasysh edhe rangun e folësve. Dhe të ftuarit e posaçëm do të ftohen të flasin pas pjesëmarrësve të SECP-s. Shkëlqësi të dashur kolegë e miq. Është kënaqësi e madhe që t'ju uroj mirëseardhjen këtu në qytetin e Tiranës, një vend ku kafja nuk shteret kur. Trafiku na mban të gjithë të përulur dhe ngjyrat janë po kaq të gjalla sa debatet tona politike. Jemi të kënaqur që ju mikpresim këtu dhe mirënjohës për pranimin tuaj. Si kryesuesi i SECP-s gjatë mandatit aktual të Shqipërisë, kam nderin të çel takimin e sotëm dhe të falenderoj secilin prej jush për angazhimin tuaj të vazhdueshëm kundrejt të ardhmës përbashkët rajonit ton. Kjo mbledhje nuk është vetëm një rast formal, por është një mundësi e vlefshme për të reflektuar për ku jemi, të harmonizojmë vizionet tona dhe të ecim përpara me energji të ri për të rirë. Mblidhemi bashkë në kohra transformimesh të thella për rajonin ton, një kohë shenjuar nga sfida konstante e mundësi të mirëfillta. Është përshpejtimi i integrimit ekonomik dhe hapat drejt rrugtimit të antarësimit në Bashkimin Evropian. Në fakt, ky mbetet një platformë e një hapësirë politike ku gjithë pjesëmarrësit kanë një zë të barabartë dhe ku vizioni ynë politik për rajonin merr formë. Në fakt, gjatë viteve të fundit, bashkëpunimi ynë është për më kuptim plot, më strategjik dhe më i harmonizuar me politikat e BE-s përfshi planin ekonomik dhe të investimeve, agjendën e gjelbër për Ballkanin Perëndimor si dhe planin e rritjes së BE-s. Është e qartë për të gjithë ne se bashkëpunimi rajonal nuk është zëvendësues për antarësimin në BE, por një hap i nevojshëm për plotësues në drejtim të tij ku krijojmë mundësi për tregtim, ku thjeshtojmë lëvizshmërinë për qytetarët tanë, kur investojmë në energji, në ndërlidhje e në komunikim, jo vetëm që përgatitemi për BE-n, por mësojmë jetë më të mirë sot. Shqipëria ka qenë një antare e përkushtuar e këtij procesi. Kemi mbështetur plotësisht zhvillimin e tregut përbashkët rajonal si një instrument strategjik për të rritur konkurrueshmërinë, për të tërhequr investimet e për të sjellë ekonomitë tona më afër tregut përbashkët evropian. Jemi veçanërisht krenar për arritjet konkrete si marrëveshja për roaming rajonale, për uljen e tarifave roaming me BE-n, korsitë e gjelbra e blu dhe po kështu edhe 5 marrëveshje të lëvizshmërisë që janë nënshkruar së fundi në kuadër të procesit të Berlinit. Këto hapa kanë rëndësi sepse sjellin BE-n më pranë qytetarëve tanë dhe bëjnë rajonin më tërheqës, më të parashikueshëm e më stabil. Shqipëria mbetet plotësisht e angazhuar në rrugtimin e vet transformues. Agjenda jonë reformave nxitet nga angazhimi i thellë ndaj demokracisë, shtetit të së drejtë, drejtat e njeriu dhe gjithashtu zhvillimi i gjithëpërfshirës dhe besojmë që zgjerimi i BE-s nuk është vetëm proces politik, por është një investim strategjik në stabilitet dhe paqe për të gjithë Europën. Me çeljen e grup kapitujve negociues, 4 prej tyre deri më tani po punojnë për një tjetër, Shqipëria është në rrugën e duhur dhe angazhuar plotësisht për të çuar përpara procesin tonë të antarësimit. Synimi ynë është ambicioz, por unë mendoj edhe i arritshëm për të çelur të gjithë grup kapitujt deri në fund të këtij viti dhe të përmbyllim negociata deri në 2027. Po punojmë me vendosmëri për ta bërë Shqipërinë gati për antarësimin e plotë në BE përpara fundit të kësaj dekade. Dhe ky nuk është vetëm objektiv kombëtar, është rajonal. Suksesi e fqinjve tanë është suksesi ynë, po kështu siç edhe sprapset tona prekin edhe rajonin. Kjo është arsyeja pse organizata të tilla kanë rëndësi e jap se bashkëpunimi ynë ka vlerë. Sepse në të njëjtën kohë ne jemi thellësisht të shqetësuar nga tensionet të përshkallëzuara në lindjen e mesme, sidomos përballjet e fundit midis Izraelit dhe Iranit,
që paraqesin një rrezik serioz për stabilitetin më të gjerë rajonal me pasoja globale. Shqipëria rikonfirmon të drejtën e Izraelit për të ruajtur sigurinë e vet dhe për të mbrojtur qytetarët e vet nga kërcënimet e Merfillta, në të njëjtën kohë i bëjmë thirrje Iranit të ndalë aktivitetet e veta bërthamore dhe të raketave balistike dhe të veprojnë në përputhje të plotë me detyrimet e veta në kuadër të drejtës ndërkombëtare për të shitur traktatin për mospërhapjen e armëve bërthamore. Përdorimi apo zhvillimi i armëve bërthamore do të kishte pasoja katastrofike në rajone përtej. Në këtë kontekst të brisht, Shqipëria ju bën thirrje të gjitha palëve të ushtrojnë për mbajtjen maksimale dhe të angazhohen seriozisht në përpjekje diplomatike të synuara për uljen e tensioneve dhe për një zgjidhje të qëndrueshme politike. Për ta përmbyllur dua të shpreh vlerësimin tim të sinqert për të gjithë partnerët, institucionet dhe kolegët, të cilët kanë kontribuar për një kryesim produktiv e vizionar të SECP-s. Rruga përpara nuk është e lehtë, por ja vlen që ta bëjmë bashkë. Le të vazhdojmë të punojmë për një Evropë jugëlindore e cila nuk është vetëm më e ndërlidhur e më rezistente, por po kështu edhe vërtet europiane, jo vetëm për shkak të vendodhjes së vet, por për mënyrën se si jetojmë vlerat tona e formsojmë të ardhmen tonë. Ju falenderoj për vëmendjen. Siç u premtova, do të vijoj me folësit në rend alfabetik, por po kështu edhe në rend hierarkik, kështu që folësi i parë në listë